Mësuesja e kantos Denisa Hardadhia në Shkollën e Mesme Artistike Prenkjakova Shkodër organizoi një mbrëmje operistike me interpretime të zgjedhura. Mësuesja thotë se së bashku me kolegët e saj kanë punuar shumë për këtë koncert. Gjithmonë artistat kemi shumë për të dhënë, edhe ndonjëherë kur japim tek të tjerë, duhet t'i japim edhe pak vetes, pak më shumë vëmendje për të bërë gjëra të bukura. Arti është gjithmonë i pavdekshëm, edhe si art që është, ku ka më bukur që të bësh gjëra të bukura për artin, edhe mendova që ishte sinema e bukur. Ndjeva veten më komode për të realizuar tani këtë koncert, sepse ndjeja veten më të plotësuar nga shumë gjëra dhe thash pse mos ta realizoj edhe për faktin e vetëm që pranvera ku ka më bukur që të vi me këngë dhe të vi më bukur me art. Koncert master Rozeta Leka dhe Eugen Kraje me pjesëmarrjen edhe të Luk Mllugjës dhe Kesi Reçit ishin interpretues në këtë mbrëmje. Kjo është një mbrëmje veçantë, mbrëmje operistike që e organizon kolegja eme Denisa, edhe unë e përgëzoj, është një iniciativë shumë e mirë. E bukur është sepse kjo të ne mundësinë për mu shpreh në skenë. Iniciativa është jo gjë e vogël, është një gjë bajagie e vështirë, por është gjë e mirë, është gjë e bukur. Është një iniciativë që artistat nuk duhet me harru, nuk duhet me lanë. Hardadhia ka 11 vite karrierë artistike, ndërsa prej 5 vitesh është mësuese në Shkollën e Muzikës Prenkjakova.